Me 20 maj, shkolla finlandeze në Kosovë organizoi panairin e shkencës dhe inovacionit. Aty nxënësit e kësaj shkolle patën mundësinë të prezantojnë projektet e tyre, të cilat i kanë ndërtuar me përkushtim gjatë gjithë vitit shkollor. Tema e panairit të si vjetshëm ishte evolucioni në kohë. Panairi i shkencës dhe inovacionit është një event që organizon shkolla finlandeze që 8 vite me radhë. Është eventi kryesor që ne organizojmë në shkollë, i cili fokusohet në promovimin e krejt asaj që nxënësat mësojnë gjatë tërë vitit. Është një panair ku ata shfaqin projekte të ndryshme në lami të ndryshme, si matematik, art, shkencë, muzikë, teknologji e shumë fusha të tjera. Çdo vit ky panair shfaq projekte në këto lami, mirë po me tematika të ndryshme. Përmes këtyre projekteve, nxënësit eksploruan të shkuarën dhe projektuan të ardhmen. Para disa viteve ka qenë tema e inteligjencës artificiale, vitin e kaluar ka qenë qëndrueshmëria dhe mbrojtja e ambientit, riciklimi e të tjera, ndërsa këtë vit është tema e evolucionit në kohë, ku nxënësat kanë eksploruar projekte të ndryshme për elementet të cilat se si kanë qenë në të kaluarën, si janë sot dhe si janë në të ardhmen. Gjithë mësimi i cili zhvillohet është zhvilluar përmes projekteve. Kjo është edhe, si më thon, themeli apo baza e mësimit në sistemin finlandez, ku nxënësat mësojnë përmes projekteve, aktiviteteve, gjanave praktike, edhe këtu kanë kriju projekte të ndryshme që janë për fusha të ndryshme, që e bojnë edhe mësimin më atraktiv për ta, po edhe praktik. Sot keni me pa projekte të ndryshme, si për shembull si ka qenë komunikimi në të kaluarën dhe si është sot, dhe mandej prototipe të ndryshme se si mund të duket në të ardhmen. Është një panair i cili e promovon gjithë punën nxënësit të cilët e bëjnë gjatë vitit me një qasje pak më ndryshe.